Një ari I vogël, sysh ndritës dhe plot gaz, dëgjoj thirrjen e akullit, la shtëpi në pas. Por nën Arishe tha, mos u largo bir, akulli ka magji, por fsheh edhe mister. Ai tundi kokën, por zemra I rrinte fort, për aventura të reja, po nisej në këtë botë. Në skajin më të largët të botës, atje ku dëbora puth qelin dhe era këndon ninulla të ftohta, jetonte Bubi. Një këlyshari polar, I bardhë si pambuku dhe me sy që shkëlqenin si dy perla të kaltra. Në këtë mbretëri të akullt, jeta kishte rregullat e veta të pashkruara. Mami Arishe, e urtë dhe e fortë, e mësonte Bubin çdo ditë. Qëndro pranë meje biri im, akulli është I bukur, por ai fsheh sekrete që mund të lëndojnë. Por Bubi, ashtu si çdo fëmijë kurioz, mendonte se mami shqetësohej pa arsye. Për të, çdo fush akulli ishte një shesh lojrash I pafund. Një mëngjes, kur dielli I ftohtë I Arktikut po ngrihej mbi horizont, Bubi pa diçka që shkëlqente larg. "Bubi, mos u largo. Jam I rritur tani, mami. Diti ruaj hapat e mi." Pa e kthyer kokën pas, ai nisi vrapin mbi sipërfaqen e lëmuar. Sa më shumë largohej, aq më shumë heshtja e akullit bëhej e frikshme. Pa pritur, një zhurmë e mbytur, krak, u shtoi nën këmbët e tij. "Mami, ndim! Mami, ku je?" Frika ja pushtoi trupin e vogël. Ai kuptoi se këshillat e mamas nuk ishin prënga, por vija e hollë që e ndante jetën nga rreziku. Por dashuria e prindrit nuk ka kufi. Mami Arishe nuk e kishte hequr syrin nga ai për asnjë sekond. Me një fuqi madhështore, ajo e kapi Bubin pikërisht në momentin kur akulli po thyhej plotësisht. Ajo nuk bërtiti. Ajo thjesht e afroi pranë gëzofit të saj të ngrohtë. Dashuria e prindrit është drita që na gjen edhe në errësirën më të thellë. Rregullat e prindërve tan janë si fenerët në det. Ato nuk na ndalojnë të lundrojmë, por na tregojnë rrugën për të mos u mbytur. Miqtë e mi të dashur, dëgjimi I prindërve është mendësia më e madhe. Ata shohin atë që ne nuk mund ta shohim. Qëndroni të sigurt, qëndroni mirënjohës. Limotiv, urtësia që rrit shpirtin. Frika më kaplon, zemra po më ngrihet. Ku je mami në këtë terr? Këshillat e tua I kuptova si vlerë. Fëmijë të dashur, sot u mësova një mësim të madh. Prindrit tanë na këshillojnë se na duan. Dëgjimi I prindërve është fuqia juaj më e madhe. Tung! Fëmijë të dashur, nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të na ndiqni për më shumë video për fëmijë. Faleminderit!